devijojmë muhabetin se ma herët ishim duke folur për rrjedhat që po ndodhin sa i përket fërmijët qeverisë, tash dolim te marrëdhëniet me Amerikën që është këtë në rregull, po ndoshta unë po bëj këtë fleksibilitet në pyetjen apo komentin, se pyetjet me pyetje po pak probleme kemi. Me komente? Tash falni që po foli pak vrasht, po ja vlen bre pak me hek pi sanksioneve me shliru veriun pi bondave. Ja hek, ja vlen. Alen, mira pak ma shkushtës, po pritoj me fol pak ma gjatë. Edhe pse s'janë ato kur farë sanksione, po si të që tjetë. Janë te i kalu se njëjtë si që ato sanksione që na përjashtum prej 2003-ës ushtrimit të Defenderit, mas ne u këthim prapë. S'prishën aleat qas let, na du të me marrë kaje shumë radikale kundër interesa amerikane për mu prish me Amerikën. Nuk mu shdi mu prish me Amerikën, pëse të jetu ja prish strukturat paralele që Amerika në këtë raporte ka thonë që janë kërcënim për sigurin e Kosovës. Jënë idhnu pak, po tash adin du të mja njës ka pak edhe misht, mu idhnu ka njerë, ka pak se numi nuk bëhet tek e fundit, adin nuk kërset kja meti, s'kem qa me bo. Krenuar, dëgjove veç pjesën ku e tha zotin Muja për zotin Kërbi, tha, kur vjen tha rreziku, tha prej Serbisë, tha, neve na vin, tha, para lajmërimet pra, a pedim pse? Se ty kufinin, qa jo NATO, ja, qa ta Amerikan, e rujnë. E qa dhe me thonë kjo? A di qa bëthu ti? Se s'po kam qef tash, se ka ardhë musafiri, po kam qef mu përdoj me ata jo me ty. A di s'ka problem. Unë jam njeri varfën, po kam nevoj me ma gjithë një bukë, edhe dole ti po do ma gjithë një bukë. Tash ti po ma jep një bukë, po ma fut shu plak. Pse po ma jep bukën? Ti mos ma jep mërë bukën, për shambull. Po kupton, qashtu strategjike kjo. Pak e tilsova, po ta dhone bukën, tash unë këm drejt në ta ishë. Mos ma jep bukën është. Jo, është qashtu, sa jo qashtu t'i bjen. Ngëm ti mu s'unë ta ishë i Sërbin. Jo, nuk e qa të të të